shtojeni sadaka në fsheht, sepse ajo e shuan zemrimin e Zotit të Madhëruar. Nga ky hadith kuptojmë se sadakaja e fshehtë është një mjet i fuqishëm për të fituar kënaqësinë e mëshirën e Allahut, duke larguar zemrimin e tij. Nga ky hadith gjithashtu mësojmë së pari sinqeriteti në vepra. Sadakaja e fshehtë tregon pastërtinë e niyetit larg të fytyrësisë. Së dyti, mbrojtjen shpirtërore. Sadakaja e fshehtë shërben si mburoj ndaj dëshkimit dhe zemrimit të Allahut. Së treti, vlerën e bamirësisë së heshtur. Veprat më të vlefshme janë ato që bëhen vetëm për Allahun dhe për askënd tjetër.